Bismillahirrahmanirrahim. Të gjitha falënderimet, madhrimet dhe lavdimet janë vetëm për Allahun Zotin e gjithësisë dhe salavatet mbi Muhamedit alayhis salam në ditën e Xumah të datës 26 dhjetor 2025 apo 6 Rexhep 1447 Hijri. Vëllezër dhe motra, pejgamberi i madh i Allahut subhanahu wa taala Sulejmani alayhis salam ka pas në jetën e tij shumë ngjarje interesante të cilët vazhdojnë ende të përçojnë mesazhe të mëdha tek populli në përgjithësi. Një prej atyre po e ndaj sot po ashtu me ju. Tregohet se Sulejmani alayhis salam një ditë ka dalë në shetije i shoqëruar me disa prej njerëzve të tij dhe duke kaluar pranë disa pemëve dëgjuan disa kanarina duke kënduar. Në fakt ata ishin 4 kanarina të cilët ja kishin marrë këngës aq bukur saqë sfita e Sulejmanit alayhis salam u mahnit me këndimin e tyre. Por Sulejmani alayhis salam i pyeti: "A e dini se çfarë janë duke biseduar këto kanarina me zvedi?" "Jo", thanë ata. Ai tha: "Kanarina e parë tha diçka interesante. Kanarina e dytë diçka edhe më interesante. Kanarina e tretë diçka më interesante se të dyja ato të parat. Kurse kanarina e katërt tha diçka që ishte më interesante se të gjitha ato të trija." Kur rreshtar për këtë bisedë, njerëzit e pyetën: "Aman, na trego çfarë thanë këto kanarina o i dërguari i Allahut?" Sulejmani alayhis salam i tha: "E para tha, sikur krijesat të mos ishin krijuar fare." Kanarina e dytë tha: "Sikur ta dini njerëzit pse janë krijuar." Kanarina e tretë tha: "Sikur pasi ta dini njerëzit pse janë krijuar, edhe sikur të vepronin me qëllimin e krijimit të tyre." Kurse kanarina e katërt tha: "Sikur pasi të vepronin sipas qëllimit të krijimit, ta bëjshin këtë me një sinqeritet të plot." Në një moment do të thonit: "Ç'pas kënë biseduar." Mirë po, hajde t'i bëjmë së bashku një analizë kësaj bisede. Sikur krijesat të mos ishin krijuar fare, tha e para. Për është një mesazh i fortë vëllezër dhe motra për të kuptuar se cili besimtar për misionin e tyre të madh që kanë në jetën e kësaj bote, por edhe përgjegjësinë për atë se si do ta kalojnë këtë jetë. Sikur ta dini njerëzit pse janë krijuar, tha kanarina e dytë. Edhe kjo tregon se shumica e njerëzve nuk dinë fare, as nuk duan ta dinë fare se pse janë krijuar, përndryshe sjelljet e njerëzve do të ishin fare ndryshe. Sikur pasi ta dinin pse janë krijuar, do të vepronin në përputhje me qëllimin e krijimit, tha kanarina e tretë. Pra, po ta kuptonin njerëzit se janë krijuar në këtë botë për t'i kaluar një grumbull ditësh për ta njohur krijuesin e tyre dhe për ta madhëruar atë ashtu siç i takon vetëm atij, atë me siguri se nuk do të shkonin rrugës së dhunës, vrasjeve, çrregullimeve, abuzimeve, alkoolit, drogës e shumë veseve çoroditse me të cilat njerëzia fatkesisht po përballet edhe po e shkatron vetveten. Sikur pasi të vepronit sipas qëllimit, e ta bëjshin këtë me sinqeritet të plot, tha ajo e fundit. Që është një mesazh i fortë për të gjithë ata që e kanë kuptuar pse janë krijuar në këtë botë, që e njësojnë dhe e madhrojnë Zotin e tyre, që adhurojnë atë ashtu siç i ka hija atij dhe që pretendojnë se veprojnë në përputhje me atë qëllim të krijimit të tyre. Pra, sikur ta bënin këtë duke qenë plotësisht të sinqert, nuk do të kishte nevojë për dëshmi në media apo për rrjeta sociale, por do të kishte nevojë për një qosh të kësaj bote, për një qosh të një xhamie, për të futur në atë qosh, për të lutur Allahun xhaleshanuhu për faljen e gabimeve dhe për udhëzimin dhe forcimin në rrugën e drejtë në këtë botë. Lutim Allahun xhaleshanuhu që më na mundësu që të jemi prej atyre që e kuptojmë se kemi ardhur në këtë botë, jetojmë sipas qëllimit që kemi ardhur në këtë botë dhe gjitha veprat që i bëjmë këtu i bëjmë me plot sinqeritet të plot. Deri në xhuman, perlën e xhumas së radhës, ju përshëndes me përshëndetje veçantë prej qytetit të bukur bregdetar shqiptar Durrës. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.